Një Disa e gocë treguan. shumë e guximshme do lidhet me ne në telefon për të na treguar historinë e saj se si është lidhur me një sugar daddy dhe si ka vazhduar historia e saj. Regjia, të lutem, na lidh pak me, si do e quajmë? Katerina? E quajmë Katerina. Kati. Katerina duket si një emër potent që mund të ketë një sugar daddy. Regjia, të lutem, e kemi? Kati. Kati? Hi. God sa har freni. Si je? Fjenen. Mirë, ja pak sute me ciklet, po shto keri. E dim që është siklet, po mos harro unë ta thash edhe dje që do ta ndryshojmë zërin, kështu që fol si të duash ti, lirshëm fare, sikur nuk po të dëgjon gjithë Shqipëria. Na tregon çdo gjë. Ta mirë shumë kur bëhet fjalë për këtë historinë time, është pak ciklezën për mua, po gjithsesi unë do bëj maksimumin që gjua për të djelt amant. Kati ti ishe sa Edhe për vjeç? mua është pak. Unë jam 22. 22 vjeç. Çike Ka. Vogël. Po. Ska gjë na tregon? na tregon s'ka gjë. Tani, rajdi zë më thëmë, të që zënë vërtetën, unë që fëdom kismet për të temë deri para 6 muajsh, për këdo që do të regoni dhe do të gjojnë një thërit 6 muaj, unë do të gjykoja, do të pargjykoja, do të asaj, do të komentoja për keq, edhe sinqerisht do më thënë nuk mendoja kur që mund të abdoja edhe vek. Tash nisi një natë që unë isha në Kazino me shoqet e mia, unë faktikisht i ka përhet parë, nuk ishte doja, to më morë në dorë, hajde, edhe thash, hajde, po niki. Kështu kam shku dhe unë Kazino Tani. për parë me shoqet gjë me zë. Me dëshirë shkova me Po thënë më drejt. morë Doja në me dorë. doja. Edhe kur hyre ty, po shikoja që kisha goxha burra në moshë, domethënë, edhe një nga gjërat që evidentova ishte që sa po hyra, nikush prej atyre nuk po më ndante syt, jo beton, domethënë po nuk më ngjishte syt në asnjë moment. Unë më shumë ma vinin në të vuki edhe gocat, edhe shoqet, edhe një moment që e mbaj mend kështu si kishte ndodhur dje, kalojt një tavolinë rulet që janë në tot Kazino sot gjys. E zinë kështë hetë kërë, e më këtë mu zënë za po të kuqë. Ngela, zë ishte këtë zinë shëzën, e më por ja po të pojisja. E ju duke kështu si nga ato që marrin vesh nga e kuqja e zezë aty direkt. Dhe nuk e di unë ngena, se kisha i dërë varës, e zë do ke i fitnoj. Me vërtet? Fati fillestarit. Fati fillestarit. E preke çik kështu të shpatlla se këta zakonisht e ke parasysh kur i themi njërin tjetrin preke çik për fat. E preke apo thjesht i the e kuqe zezë? Moja asnjë gjë, unë nuk po e kuptoja fare, se nuk e kisha iden as atyre ndorave të pujtës des, ashtu instinktivisht domethënë çala parë që më ejdi. Shqyqyrës pas ke ikë, mas je pas ke thanë. Për zotin. Mi jep qipsat mua i pastaj, edhe më thot mua, merito sa sëm sole fax. Unë la që isha pak në stiklet. Chipsat. Kini të që merren kur po. Po, të kazinos. Po, e kuptoj. Po, edhe unë isha qik stiklet edhe shumë njerëz aty për dau, shoq dhe mia që më thoshin meri. Sa shari që po i marrë, shko dhe po vallaj. Edhe s'kova të kasa, dhe ajo gocat e kata që rinë aty, 10 dorë 2.000 euro. Sa? Sa ishe? Unë kësem për 2.000 euro. Urdhë? Nësa duket të më thënë, pas kam fituar 2.000 euro. Me sa duket. U kësë vëtë ai direkt, gjithë të kësë ta kuftoj, sa sinësas mund të në ki përnoj. Këta shi i shtyn, ato lekët, edhe më japoj një kartë vizit. Edhe në thëtë mua të prendë në orën tekst, t'jesh gati. Direkt me që ka... Si direkt aty? Gati, motor, aha, diskutim. Le shumë hapësirë për Se ka si interesime investituata, s'ka po këto ja fare kur fitoj, kur dha lekët, kur ftoj në orën 8 jam gati, edhe të më dha një adres një lokali peshku në komunë Parisit. Një lokali peshku në komunë të Parisit. Nuk e dion si që shtek është ai, po si gest hiq lekët, si gest të t'japi njëri një karvizit dhe thot në orën 8 të premten t'jesh gati date night është e bukur. Pa. Varet tash i bukur ai apo varet tash i bukur ajo, se siç e the ti, ose mund të vrasi ose të ka fituar për Po flas me një nga të dyja, po është pak shumë. Gjerta jeta është pa taking risk. Absolutisht ringli. Jeta është pa manual nga një anë, kështu që Kati?
Ju po mendoni shumë gjëra, po unë atë moment isha ngel domethënë, dhe të jem e sinqert, unë s'kisha pa ndonjëherë 2000 euro bashkë, kisha qitja ti preke, t'kisha ndodhur kurrë. Edhe normalisht ditë stash nuk përndova gjë dhe kisha nevojë për atë protestin e reflektimit që ta përfitojë gjithë situatën, dhe atë nuk i keva fare përgjigje. Dhe është një situatë që s'isha përballë ndonjëherë, sta shoh me shifrën e lekëve, shoh me dikë që njëtë lekë do të më ofronte një takim, ishte shumë e papritur, si do të vitë për mua, dhe doja të dija të bëj gjën e duhur, më thaks, ku si që gjë e duhur për të bërë, a më duhet i merr ato lekët që në fund ditës, fati im as ti them, i kërë isha e gjëzuar. E kuptoj. Nëse kjo gjë që më këja unë, ishte për atë smartë për ja. Si ishte? Ishte pak, ishte pak i serit, i prerë me gjëra që toshe, duke shumë i vendosur, këmbullet aq sa duhej, pra nuk të, unë isha stikret nga situata, pa isti për sa nuk ishte imponues ndaj deti që më kërkohet. Tu duk hot, domethënë, me pak fjalë. Po në fytyrë ishte i mirë. Po tani i mirë për moshën ishte okay. Aha, vazhdo. Pasi unë nuk e harxova, fillimisht herë nuk e harxova këti nga lekët që më tha, edhe po më thosin edhe gotat tonë thash dhe ja kthej. Edhe gotat më tha mik, për respekt, ti fkutoja, dhe po që se më do këseja, pavarësisht se që kohës po më thonin që harxoj, bjune i që për vetë, gjëra kështu, se normalisht po ma hype up që që vendoja për qeft. Tani, si përfundim, ikti atë natë, isa pak e zituar, pak të dizduar, edhe shikoj se kisha rezervuar një zonë për vetë restoranti, dhe unë jam aty. Qa kishe veshur ti e dashur? Po, unë vesha pak hithe, nuk dhe rëzglesh e sunet, kraj një tam. Nuk u veshe egzageruar kështu, do më thëmë provokuese ka stile. Jo, një tam tjes, këfitas poshtë krytëseve, do më thëmë po zhojnë po. E kuptoj. Nuk është sa... Zojnë gru. Me gjëra to, me fatukën ativi ka përqytë, sa u la do më dhënë gjëra parë që më tha, je shumë e bukur, edhe përveç kësaj më dërës dhe një kuti. Kuti? Qa kutia? Pa. Kutia që ishte një vajzë me diamant. Edhe ishte një nga ato argjendarit më të njohura në Tiranë, që së përja si e mi e brend. Më s'ka që i shpejt, kë nuk priska, pap. Goca ishte shumë e bukur. Ishte fantastike, në një nga gjërat më të bukura që kisha pa një herë. Dhe pas të ndërze këto kutin, sa që do që të mduhej, që të mduhej gjë, një afton dhe që t'ja kërkoja, edhe do e bënte ka. Hap gojen, do me thonë, hap gojen. Po. Okay. Edhe, goxha madhe, do më thënë, a ishte 52 vjet. Sa vjeç ishte? 52. 52. Dhe ti 22, Pa. Dyshin e pas për bashkë. Njëri dysh. Megli shikon gjithmonë gotën gjysmë plot. Okej. Nësaj që kishte bizneset e veta, kishte shumë lek, kishte pa fund lek. Edhe tek ta intragonte domethënë për të jetën shumë të pasur që bënte. Pra të mosh, të vetat i kanë duikat babit. Do ishte problem nëse do kishte të vetat bizneset në atë mosh. Në 52 vjeç. Edhe do vëdën a i kontinti për këtë jetën e pasur që bënte si për mua ishte kështu ëndër. Unë po i tregoja për shkollën, po i tregoja që isha pa punë, po i tregoja edhe për babin që në atë periudhë kisha godet të morë. Dhe ku po i tregoja këto gjërat dhe situatën interesante dhe mia më tha që të premtoj që do për çdo gjë për të ta zgjidhur edhe. Domethënë më doli garantë dhe më disa të vështirësi që mund kisha që lidhet që kryesisht në çështje ekonomike. Nuk përta pse atë isha stek, thjesht jo thash më duk si hera, më duk si shpëtimtari im në atë momente, si drita në fund tunelit, edhe realisht për një muaj pas njohjes me të, mua më ka ndryshuar komplet jeta. Çoja lek në shtëpi, më gjeti punë të burimet njerëzore të një nga bizneset e veta, në bleu një ranch të barzë. Domethënë kisha jetën që kisha dëshiruar gjithmonë ta bëja dhe nuk e mendoja se mund kisha këtë jetë kurrë. Po atë natën e parë që dole, ku që apo të Se më marrë me të qeshur. Sa ndodhja të jemi kështu komike. Pasi e hestja. Hestja po. Hestja tregon që gjë falas nuk ka, apo ja, kati.
Po që ka, nuk mendoj që unë pëshmëri s'këmbi, ma jo është një gjë që ndjehet, unë bëra gjërë të njefa, i ta bëj gjërë që ta ndjerë, pra nuk e të është një dnjëll i marrëveshje që hajtë thonë po bëj këtë dhe ti e do më këthes këtë mbrapsh. Është i gjë që rinjët vetë, unë e idealizova komplet figurën e ti dhe versionet që kisha kryuar për të në trurin tim dhe gjërë që i mund fronta, e bënin, nuk thyet, nuk kisha mënyrë se mund të kësien dhe i njerëz të ti. Me qitë eksperiencë dhe gjithë gjërat që kemi kaluar bashkë. Po, ai ishte i martuar, kishte fëmijë? Po, ka. Fëmijë, ako ma dhe grua. Edhe faktikisht gruaja e tjerë, në një të më me mua, shefja ime. Ka dhe një gotë që ku ke 2-3 vite me madhe së unë, dhe qka e tjerë. Nuk e ke menduar ndonjëherë që lekët që ti mund të afroj dhe vetes, për shembull të punoje, t'ja dilje vetë ndoshta për vështirësitë ekonomike që kisha? Ka një gjë, se unë e faqe dhe më përpara, po teorikisht është shumë e thjeshtë të thua që shiko se unë dhja dalë vetë, do të qaj vetë, dhe po kur përballesh në një situatë të tillë, sa do të bëjmë si moralist, sa do të bëjmë si gjykues, sa do të bëjmë si parimor, ti kur përballesh me atë situatë, ki të ndohesh. Domethënë, kushdo e ta shumë të lehtë sa ti jo nuk do e bëja kurrë, në atë situatë ti nuk refuzon dot. Babi im ka qenë në gjendje shumë somur atëherë. Do në fizioterapistë duhej 4 herë në javë. Si mund ta përballoja unë, si mund të bëja hajër unë je, me jetesën që është në Shqipëri. Marrëdhënia me të, si është seksi me këtë? Është i mirë. Nuk shahem. Domethënë, edhe pse është 22 vjeç, është okay. Me eksperiencë duket. Fillim dhe më thënë, gjëja u bë, ishte më shumë për lekët edhe për, dhe më thënë, ku mentoja të tek të vendoja përfitimet që vishin palë, dhe më thënë më entuziasmon dhe më bënd të më pasionante duke e ditë që më priste. Po më staj me kalim me kohës, u bërë të rëngisha seksuale. O, Kati, a ka ndonjë moment që ti je vetëm me veten tënde dhe mendon që je duke bërë gabim në ndonjë moment? E ke menduar ndonjëherë? Shro, e kam menduar, po nuk e se shikoj si gabim, se po mos isha unë, do t'i që një gos tjetër në vendin tim. Do më thënë, kështu janë këto punë, të në fëmijët që unë se kam një konkurencë në gruan apo fëmijët e ti, se aja plëtson gjërat edhe familjes vetë edhe mua, një kojsa i ka lënë pas dore finantarisht familjen e vetë, edhe po i prish punë atyre, duke pasur mua jetën e vetë. Ai më çdo rritun e jetës vetë njësoj, gruaja e tij vazhdon rritun e vetë njësoj. Unë vazhdoj rritën time, nuk ti kam ndërhyr dikujt. Po mendon për shembull që të zgjasë si gjë? Sa mendon që do shkojë ky muhabet? A mendon që mund vijë 22 vjeçare tjetër pak më vonë kur ti të bësh 24? Po nuk e mendoj, ta fash, nuk kanë si të fozeret në gjemet të tjera se do gjemi shumë kruntor, edhe po edhe çfarë, domethënë okay, për 2 vjeçare mund dalë një tjetër, me kalim shumë mirë bashk. Ky personi për shembull larg qoftë, nesër pas nesër i ndodh diçka dhe i humb të gjitha lekët, a do ta doje për njësoj? Me thënë drejtën unë jam mësuar me këtë stil jetese. Tani kur mësoj kur se tash njeriu të ndodhet edhe unë nuk dua të bëj si një kohë që bëja moraliste në të gjendesh një situatë tjetër, po nuk e besoj. Domethënë unë jam mësuar kështu, kam kaq shumë kohë që më plotësohet çdo dëshirë që kam edhe nuk e kthehen dot unë e jetës që jam më përpara. Ajo çfarë do të thoja unë në fund të kësaj bisede, patjetër duke të falenderuar që e ndave me ne edhe një herë, do të thoja që pavarësisht kënaqësive financiare që ti merr, të mos e lësh kur veten tënde të nënvlerësohesh për shkak të atyre çfarë ai të siguron, sepse un kam një besim timin personal që ndonjëherë këto marrëdhënie kanë një lloj tendence që duke qenë se janë marrëdhënie të bazuara në përfitime, ai të mund të ketë ndonjëherë tendencën që të nënvlerësoj dhe mos e lejo kurrë asnjëherë. Nuk po them që ai ndoshta nuk e bën, thjesht kjo do ishte një këshill nga ana ime që ti të kishe gjithmonë veten tënde të parën, pavarësisht atyre kënaqësive të vogla ose të mëdhaja siç ti shikon financiare. Këshill nga këshilli ndrrikullave vishnje në studio. Mirë, Jesse, keni pyetje? Jo, shumë faleminderit që na tregove, që more pjesë në telefonat. Shumë faleminderit Kati që ndave me ne. Nuk mërënot që i nërë gjithë këto më rëdhët lajt, po ja që nga si ke zemë. Po kjo është si një safe space që goca tani më ndajnë gjëra që nuk ishin menduar që do i ndanin ndonjëherë me njerëzit që nuk i njohin sidomos, po faleminderit. Faleminderit dhe mos harro e kuqe e zezë.
Diti. Për zvezë dhe mra, faleminderit. Gjithmonë e zezë. Paçi, faleminderit. Paçi. Pa. Unë mendoj që nga jo ditë e zeza ka qenë ngjyra e preferuar e Katerinës.